Një pjesë e rëndësishme e negociatave të statusit përfundimtar dhe kushtetutës kishte të bënte me mbrojtjen kushtetuese të grupeve pakica në Kosovë, përfshirë pakicën serbe dhe rome. Përgjigje po. Në Rambuje, zoti Thaçi ka pasur presion të jashtëzakonshëm nga zonja Albright dhe nga persona të tjerë të lartë për nënshkrimin e marrëveshjes. A është saktë kjo dëshmitar? Përgjigje po. Përgjigje. Majsa më kujtohet mua, kishte biseda të vazhdueshme deri vonë në mbrëmje, në kështjell, lidhur me çështje të brendshme të delegacionit kosovar. Pyetja dhe ju nuk keni qenë pjesë e këtyre bisedave se ju keni fjetur jashtë kështjellës apo jo dëshmitar? Përgjigje po. Përpara shkurtit 99 nuk ishit takuar asnjëherë apo nuk ishit pasur kontakt me asnjë komandant të zonës të UÇK-s. Sakt. Në shkurt të 99-s ju nuk e dini nuk dini as emrat e komandantëve të zonave të UÇK-s, është kështu? Përgjigje sakt. Pyetje përpara Rambujes, ju nuk kishit marrë pjesë në asnjë mbledhje në të cilin tema se kush nga UÇK-ja do të merrte pjesë në Rambuje është diskutuar pra. Përgjigje saktë. Përpara Rambujes, ju personalisht nuk kishit dieni për organizimin, strukturën e organizimit të UÇK-s. Përgjigje saktë. Pyetje, në 1998 apo 99-ën, përveç kohës kur ishin në Rambuja apo në Paris, ju nuk keni marrë pjesë në mbledhje apo takime ku përfshiheshin pjesë antarë të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Përgjigje saktë. Përpara shkurtit 99 nuk ishit takuar asnjëherë apo nuk ishit pasur kontakt me asnjë komandant të zonës të UÇK-s. Saktë. Në shkurt të 99-s ju nuk e dini nuk dini as emrat e komandantëve të zonave të UÇK-s, është kështu? Përgjigje saktë. Pyetje përpara Rambujes, ju nuk kishit marrë pjesë në asnjë mbledhje në të cilin tema se kush nga UÇK-ja do të merrte pjesë në Rambuje është diskutuar pra. Përgjigje saktë.